ne shpresojmë në Allahun e madhruar, për shkak se për përvetësimin e të mirave duhet që ta lutim Allahun xhallahu ala. Sigur që për largimin e të këqijave duhet ta lutim atë. Pra, ne shpresojmë në Allahun për shkak se çdo gjë që na duhet në jetën tonë, qoftë një e mirë për ta marrë, qoftë një e keqe për ta larguar, na duhet Allahu i madhruar. Dhe na duhet për faktin se askush tjetër posti nuk ka mundësi që ta bëj një gjë të tillë. Allahu ka thënë: "Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hum wa yuridka bi khairin fala radda li fadli." Nëse Allahu të provon me ndonjë të keqe, askush përveç tij nuk mund ta largojë atë. E nëse Allahu dëshiron që të dhurojë një të mirë, askush nuk mund ta ndalë atë. Pra, e keqja largohet vetëm nga ana Allahu xhallahu ala. Dhe të mirën që Allah është shkruan për ty, askush nuk mund ta ndaloj atë.